Prit, kutin nuk e kena sjell akoma sepse është goxha e madhe dhe nuk e di se si do e sjell sipër tavolinën sepse është një 40 kg. Po që do mundojnë atë bëjmë më të mirën, domethënë. Nuk e di, a dukem aty? Çisa madhe është kutia, valla, është sa unë kom. Tani po bëjmë unboxing vrape dhe për sa i përket thumbnailit nuk ishte clickbait plak. E vërtet që ky printer mund ndërtoj çdo lloj gjë, çdo lloj lodre, projekti, a ku ta diun ç'a mund keni ju. Mori fix 10 minuta për me hap edhe shi ç'a kemi këtu plak. Për gjithë ata që se din, ky është Creality K2 Pro-ja, është një printer 3D me super shpejtësi, super cilësi, nuk e di ç'a them tjetër për këtë printer, po do e testojmë edhe e dini ç'a, do bëj 3 sfida në këtë video. Sipër mund vendosni filamentet, pra 4 ngjyra lejo, mund të përdorni multicolor split, pra jeni perfect fare nëse doni të bë dizajne me shumë ngjyra dhe ne atë do bëjmë sot. Unë mendoj që të bëj Dragon Ballin plak. Sa për ju që kanë pa Dragon Ballin, kështu që ju që keni pa Dragon Ballin komentoni poshtë. Oho, ka nis punën. Besoj jeni të e patë te kamera sepse ky printeri është aq pro, si vetë emri domethënë, sa që ka dhe kamera aty built-in. Te maja që shkrinat plastikën është qeramik, çdo gjë tjetër është perfekt. Pra ka dhe airflow, pra që të freskohet dhe të thahet direkt ajo që po punohet me të. Sa e shpejtë është, oh vlla, what the fuck? Ama tall vesh kjo plak, what? E di, jam çik i vogël në krahasim me këtë, po me zor po pres që të bëjmë ato lodrat e tjera, ato budalliqet e tjera. Edhe gjithashtu së shpejti kam një surprizë për ju, sepse po rregullohet dhoma ime, do habiteni se ç'a po bëjmë me dhomën time plak. Ka të mirë ky printeri sepse i përdor të gjitha ngjyrat në mënyrë të zgjuar. Atyre kur kanë rrallën, keni parasysh, keni bëj dizajn me ngjyra? Atyre ku kanë rrallën, atyre përdor ngjyrën e caktuar, të kuqen, të verdhën, lejlana, këtë diun. Bashkë me printerin vjen edhe kjo makineria e vogël që bën ndryshimin midis ngjyrave dhe suporton deri në 16 ngjyra të ndryshme. Pas ka përfunduar, dalë ta shohim. Lale, e heqim këtë kështu, normalisht. Shifeni pak se çka ka bë broja. Shifeni pak o vlla. E bëjmë çik kështu sa të dali kjo, tash është gati. Opa, shifeni pak se çka ka ndërtu o vlla. Imagjino, kjo është gjë më e thjeshtë, po tani do fusim ca projekte bom fare plak. Është shumë i zgjuar si printer, ngjyrat i ndron vetë dhe nuk ka nevojë të jeni profesionista. Edhe nëse jeni fillestar mund bëni goxha dizajne plak, sepse ky printer nuk ju lën balt. Plak, nuk ja kam idenë do arrita bëj dot topin, sepse është formë tepër e vështirë, nuk e di domethënë do arrita bëj printerin. Po që se di që është duke bërë deri tash. Ja ka dal plak, shifeni topin pak. Via raca, vlla. Imagjino mund ta kishim bodhet mall kaq, po që do na duhet shumë kohë, prandaj se bëm, le të vazhdojmë me dizajnin e fundit plak. Avantazh tjetër që ka printeri jon në krahasim me brendet e tjera është sepse hapësira e punës është 30 me 30 cm. Pra ju jep mundësinë për të krijuar dhe për të ndërtuar çfarë do lloj gjëje që të keni dëshirë. Edhe imagjinoni pak, unë s'dia fare me përdor këtë printer, po ky është aq i zgjuar sa është duke bërë krejt punën vet. Pra ndryshon ngjyrat vet, pre filamentin vet, ne është tepër i zgjuar, nuk e çaj thua. Ktu jemi pak a shumë në fund të punës, pra të gjysmës së parë, sepse vajti vonë edhe më duhet të flej gjumë. Këtu nuk e di se ç'a po bëja, se di domethënë, nuk e di se ç'a po bëja fare se isha tepër për gjumësh, po siç e shihni kjo gaforja ka dalë super. Ja dhe unë të mzën gjumin kom. Ja t'ja u tregoj pak se si ndron ngjyrat printeri. E shifni nga e bardhu be kuqe, e preket pjesën edhe e hedh mbrapa, kështu që ju duhet një kohë. Okej, tani jemi te dita e dytë e projektit, se mbrëm shkova fleta gjumë. Edhe sot kena bërë atë pjesën e mbetur të asaj lodrës që ishim këtu kriju, po që gjysmën e kam të dhoma, gjysma ashtu do e ngjisim për pak. Sepse s'kishim si ta bënim me ndalu mbrëm edhe ta vazhdonim sot, kështu që i ndava në 2 pjesë, e ndalova dhe vazhdova prapë me këtë super printer. Nëse doni dhe ju me pa më shumë rreth këtij printerit ose me ble, e keni te linku në description, mund merrni dhe uli besoj me linkun tim, kështu që po ju desh, po ju hyrin punë, shkoni shiheni. Siç e bëm edhe te projekti i kaluar, e përthyejmë çik sa të na dali kjo pjesa e dytë e gaforës, edhe është gati për të ngjitur. Vendosim këtë siç ishte, edhe kam përdorur gjithashtu ngjitsin ose glue stickun e Creality. Domethënë ju mund të përdorni çfarëdo lloj, po unë këtë përdora.
Shifni, joni pa, këto që kena kriju këtu janë gjërat më të vogla që mund të bëj ky prindër. Pra, diskutohet fare se çfarë projekte super të mëdha mund të bëj, nga planimet rite e shtëpisë, o këta diun ju që ju duhen për arkitekturë, mund të bëj planet e pallateve. Ky prindër këtu i bë gjitha blek. Pjesë që mund t'ju duhen, a këta diun lodra, mund të hapim një biznes për lodra, këta diun. Ky Bobi këtu i bën gjitha. Nëse të ketë pëlqyer ky video, nëse ju ka pëlqyer ky video, bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe dhe shihemi në video tjetër.